Gjint në bastore sportive, ku luajnë bastore, a janë prezent aty? Rregulla është se zakonisht gjint hikin pak për njerëzve. Se nëse folim përgjithësi. Mirë po, me thonë, a është shejtani aty prezent? Shejatinul gjin? Po. Se ata prezentojnë aty ku ka harame. Për atë është kushin në treg të ta lexojë duan, të bëjmë mbrojtjen, për shkak se aty shejtani prezenton. Edhe në çdo vend, domethënë ku ka haram, prezenca e gjinit shejtan është më shumë. Mi po në përgjithësi gjint a jetojnë në për këto vende? Ja. Gjint krishter, qafira jetojnë më shumë në për WC. Pra dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua para se ti, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, ose të mëri, për gjinit mashkull dhe femër. Mbrojtje ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe në pi përvojës e di se krishterët gjint më shumë në vetore dhe shumë se ju pëlqen era. Ju pëlqen era. Edhe një që e kam vrejt prej shumeve që janë smut, domethënë, edhe nëse është gjini krishter, shumë ju vjen era në rëset. Për stepër, sunë e duran një dhomë me mush plot me erë, ai personi i cili është i smut, edhe i cili ka gjinin krishter. Edhe nuk rrohet, edhe nuk pastrohet. E kjo është prej alameteve se gjin e ka krishter, se ata i pëlqen. E ki pati në një, shpesh është musliman, as nuk pastrohet, as nuk ju pëlqen domethënë kjo era. E zakonisht domethënë ata e kanë vendin në për WC dhe në për nevojtore. Mirë po muslimanët ikin pak më larg, jetojnë në për vende ku s'ka njerëz. Edhe kjo është argument se lejletul gjin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur që e transmeton Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është hubat atë natë. Dhe sahabët kanë menduar se ose është vrarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose është grabit. Mirë po, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sabah erdhi prej anës Hira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tregoi tha se më ardha një grup i gjinëve i cili më thiri tha dhe shkova te vendi i tij. Në hadith ceket se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar te vendi i tij, tha ta don t'ju tregoj te vendin ku edhe e kam kall zjarmin. Kjo tregon se zakonisht gjithë hikin, domethënë, e hikin kontaktin me njeriu. Mirë po nëse njeriu lip kontakt me to, atëherë domethënë aktivizohet ai gjini shejtan, i cili e ka interesin e vet, e ka dobinë e vet, dhe automatikisht dihet prezenca e tij ku është. Në për vende ku bëhet më shumë ti haram.